E para, tu i sjell njerëz më të mirë në pozitat më të mira. Kjo është zotimi i parë, dhe në këtë zotim tonin besoni nuk kemi të prirur as për tendencat kapjes, as për tendencat të shtrirjes e influencës, nuk kemi ndërtu në tillë, nuk besojmë që na sjell rezultate neve rreth fort. Pra, një udhëheqës i mirë do njerëz më të mirë që i ka, mi vendos pozitat më të mira. E para duhet mi vendos pozitat, 80% e pozicioneve kryesore të shtetit janë me ushtrues detyre, domethënë të shtet funksional. Kur ke ushtrues detyre, influenca shumë arron dhe s'funksionon as institucioni. E dyta, me i largu prej Facebookut ministrat e arshëm, edhe prej TikTokut, edhe prej Instagramit, edhe mos me shku në parlament aty me usha me kolegë tjerë të opozitës, po me dojnë kantier atje poshtë. Që e bëjmë ma mirë? Ditën e parë, javën e parë. Facebookat, TikTokat. Jo, le të rri Facebook, le të kalzojmë punë që i bëjmë, po jo me pas Facebookun mjetë propagandës, sepse puna është ka në vynë mu me ditë. Mu më vynë me ditë ministri rrugëve nesër, ku ka nis ditën, a ka nis në autostradën e Adomoravës apo jo. Sepse në ati njëri du me thonë çdo ditë prej mëngjesit deri në Romë, o të zotni, një autostradë si në gjendje me përfundu dhe Ngilan. Çka i të marti me më foli mu këto? Për çfarë rrugisë rrugë të më foli? Du me ma përfundu autostradën e Gjelanit, du kantier pune në autostradën e Gjelanit, du ekip të veçantë veç për autostradën e Gjelanit, dhe du për 1 vjet e gjysmë atë rrugë me ma përfundu. Sepse s'ka as tunele, nuk ka as ura, është rrafsh i rrafshit. Edhe du secilën ditë, dhe ka kompani kosovare që kryjnë punë, ja ku ka dhe pare, sepse se kemi problemin e pareve, presidenti ja tha shumë qartë, nuk e kemi problemin e pareve. Kosova është vend i pasur, ka mundësi gjenerimit pareve, unë du me qenë aty. Njëj du me thonë ati në Mitrovic, dhe ati për Pej, edhe ati për Gjakov, Dolë Gjakova, keni por rrugën që 10 vjetë kam jetë njëjtë, marrë Zotit. Pra dojmë mi përfundu rrugë për 3 vite, këtu që ka nisë. Për 3 vjetë kryet. Rruga për Pej, rruga për Mitrovic, rruga për Podojev, rruga për Gjilan. Po, për 3 viteve, dhe po e kemi në plan këtu, gjenerimin e fondeve për autostradën, përfundimin autostradës Ibrahim Rugova deri në Mërdare. Kjo rruga për Podojev, kjo është magjistrale praktikisht, po neve na vjen një autostradë që kalon në Mërdare dhe lidhet në korridore ndërkombëtare, sepse Kosova duhet të ketë korridore qarkulluese ndërkombëtare. Pra, 3 vite njerëzit e LDK-s ose jo të LDK-s, të njerëzit që punojnë në frymën e lidhjes demokratike të Kosovës, duhen të jenë teren. Pra, kjo është ajo ambicia për cilën po flasim. E dyta, ne do të flasim për familjen mesatare. A krejt që kjo betej për me dal dytit, apo për me kriju një shumit, sepse kur po thu që nuk ka betej veç personale, po flasim, a duhet me dal LDK-ja e dyta, apo me kriju shumicën që me qeverisë me këtë vend? Renditja tani është refleksion i punës, i rezultatit është çështje tjetër, është pas dielës se çfarë ndodh për ne është shumë e rëndësishme. Pas nesër. Pas nesër është më e rëndësishme, dhe sepse dita vërtet e Kosovës nis të hanën.